duket sikur asociacioni është nga do që shkojmë dhe rrëpohemi drejt asaj. Ajo në qëndron si shpata do me kleu të qafë çështja e asociacionit dhe është çështje e një marrëveshje ndërkombëtare e cila është arrit vitin 2013 dhe ne nuk mund të shmangemi nga ai detyrim ligjor, detyrim ndërkombëtar që kemi marrën. Dhe ajo do të jetë sfida më e madhe për të pasur çfarë dimensione do të themelohet asociacioni, domethënë për të shmangë kompetencat ekzekutive të kësaj krijese që tani ekziston në marrëveshjen e Brukselit, dhe besoj që këtu ka qenë problemi më i madh ose sfida më e madhe për institucionet e reja të Republikës Kosovës, nga se nëse eventualisht krijohet një krijesë e cila do të ketë kompetenca ekzekutive ashtu siç pretendohet nga ana e palës sërbe, ajo do të jetë burim ose derivat i krizave të shpeshta në Republikën e Kosovës. Zoti Hasani, në 2 ditët e fundit, në gjithë trojet tona, hapësirën shqiptare kryefjalë ka qenë ajo që po ndodh në Hag. 180 vite burg, pra nga 45 secili. Sot kishim mbrojtjen. Ju si e pat pozicionin, pra mbrojtjen që ju bë? Ishin në lartësinë e duhur edhe ajo që argumentat që u shpalosën? Se më shumë duket se u rrotullua gjithçka rreth dëshmitarëve të mbrojtjes, të cilët u kontestuan nga prokuroria, ndoshta edhe me një gjuhë që shikoni problemi ose gabimi më i madh për institucionet e Kosovës kanë qenë që kanë lejuar që të themelohet një krijesë e tillë, ju e dini se dhomët e specializuara janë produkti i raportit të Dick Martit, i cili është i sajuar nga agjenturat ruse dhe serbe e dihet. Spari piknisje kishte shtëpinë e vet në Burrel, se kinse aty ka ndodhur transplant organesh dhe ky raport mori vota masive në Këshillin e Evropës, diku 365 vota, dhe dihej që ai do të prodhojë një institucion i cili do të merret me këtë çështje. Po meqense se aty nuk rezultoi asgjë lidhur me çështjen e transplantit të organeve, kalon në dimension tjetër krimet e luftës në Kosovë atë periudhën 98, 99 dhe dhjetor vitit 2000, dhe nëse shikoni mbrojtjen, fjalën përmbyllëse që kanë dhënë prokurorët dhe argumentet që i kanë paraqitur në fjalën përmbyllëse, e cila është një pjesa kulmore një procesi gjyqësor, pjesa më e rëndësishme një procesi gjyqësor ku palët tentojnë secilin nga roli vet dhe këndvështrimi vet që ta bidhin trupin gjykuese pretendimet që ata i kanë ngrit, i kanë argumentuar me argumente me prova. Argumentet që i paraqiten, thojza të them argumente prokurorët, s'kishin bëjnë fare me objektin e akuzës, ma tepër me çështje dytësore, si për shembull se kanë sulmu stacione policore, nga se në luftë cak ushtarak janë stacionet policore, janë ato ushtarake, dhe me thënë nuk kanë sulmu as qerë dhe as objekte civile. Pastaj, se kanë kalu nga Shqipëria të armatosën, se kanë dashur të ushtrojnë kontrollin. Dhe me thënë ishin çështje fare dytësore që s'kishin bëjnë me objektin e akuzës, dhe kur prokurori është i zhveshur nga provat, ai merret me çështje dytësore që nuk kanë fare të bëjnë. Çështja për mua ka qenë i çuditshëm propozimi i denimit 45 vjet për faktin se nuk njihet denimi me burgim kohor që ne i themi në drejtësinë penale 45 vjet, nga se te ne denimi maksimumi i denimit është 25 vjet, përjashtimisht për vlerat penale dënueshëm burg përjetshëm deri në 35, që do të thotë nuk ka e para punë, nuk ka denim me 45 vjet. Po t'ju them të drejtën, po të shikoni backgroundin profesional dhe ekspertizën e këtyre prokurorëve, lën shumë për dëshiru. Pra ka drejtë Rama që thotë që etiketoj si idiot. Si? Pra ka të drejtë Rama, kryeministri i Shqipërisë, që e etiketoj si idiot. Shiko, nuk mund të përdori shprehjen idiot, po në aspektin profesional unë them që niveli i profesionalizmit ti, duke u nisur nga fjala përmbyllëse e tyre, ishte pothuajse deri në pafundësi
vind në shpreh ignorancë dhe padia atyre. Unë ju thash nëse e krahasoni me tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi, nëse i merrni edhe i shikoni edhe atë backgroundin që ne themi moshor dhe profesionale dhe ekspertizën profesionale, këto qëndrojnë larg mbrapa, po dhe vetë mënyra se si ata paraqiten argumente flet shumë për sa i përket nivelit profesional. Shikoni, unë sa i përket fundit të këtij procesi, ju them drejtë, nuk jam shumë optimist, ndërsa po të pra mendoni që do ketë drejtësia, po të jepet drejtësia dhe po të respektohet precedenti që ka kriju Tribunali i Hagës, ato nuk do të mund përfundon në ndryshe përveç me një gjykim lirues. Nga se nëse ju e shikoni e merrni çështjen e Haradinajt që ka gjykuar Tribunali i Hagës dhe çështjen e Limajt që çdo dy kanë përfunduar me gjykime liruese, domethënë nuk ka mund provohet fajësia sa i përket përgjegjësisë komanduese, ndërsa krerët që tani janë duke u gjykuar në Hagë, asnjë nuk ka qenë veç edhe pse Limit në front të luftës. Faqi ka qenë drejtori i drejtorisë politike, Jakub Krasniqi që ishte zëvendës, ndërsa Kadri Veseli ishte në shërbimin informativ në kuadër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe me qenë se në asnjë mënyrë nuk kanë mund t'i atribuohet çështja e përgjegjësisë komanduese, që njihet në drejtën penale si përgjegjësi në drejtën penale ndërkombëtare, ata kanë kaluar në një dimension tjetër, ndërmarrje kriminale. Ndërmarrja kriminale është e mundur, njihet si formë bashkëpunimi qysh në të drejtën romake, domthonë formë bashkëpunimit. Mirë, po është pak e panatyrshme ndërmarrje kriminale në mes një drejtori të shërbimit politik, në mes të një zëvendësi dhe në mes të një kreu të shërbimit informativ. Unë ju thash, po të respektohet precedente që është krijuar në Tribunalin e Hagës për ish Jugosllavin, nuk mund përfundon në asnjë mënyrë tjetër me këto prova në thojza. Prova përpas me një gjykim lirues. Nga se ju thash, pothuajse asnjë argument nuk ka të fuqinë e provës të sigurt, por më tepër janë marrë me hamendësime, me supozime që nganjëherë le përshtypje që vetëm për të arsyetuar shpenzimet që janë bërë 5 vite në atë gjykat, mirë po frika ime është që aty tentohet të arrihet një lloj balansi në mes të kriminalëve dhe viktimës, mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, për të thënë se edhe ato kanë kryer krime, po dhe ju keni kryer krime. Ndërsa me aq sa jam i familiarizuar me çështjen e akuzës, për faktin se në mënyrë të rrethort kam qenë edhe unë involvuar me këshilla nga ekipet mbrojtës të Kosovës që janë marrë për faktin se gjithë karrierën kam kaluar nga mosha 25 vjeçare në gjitha instancat gjyqësore